Atëre, shiko, nëse do t'i fokusohemi, unë nuk doja t'i fokusohesha vetëm këtij qytetari i cili kreu këtë veprim kriminal sot, por me një mlef të jashtëzakonshëm të ngarkuar në shpirtin e tij kur kishte kohë që po sorollate nëpër instancat e sistemit drejtësisë dhe nuk po gjente drejtësinë e duhur, ai sot ka ardhur i përgatitur moralisht, shpirtërisht, emocionalisht për ta kryer këtë ngjarje. Dhe ai sipas idesë së tij e realizoi objektivin e tij. Analiza që duhet bërë përse ndodhin këto ngjarje në sistemin e drejtësisë. Kemi disa gjyqtarë që janë vrarë, ashtu siç mund kemi Konomin në Vlorë që e vran me eksploziv. Kjo është më e rëndë e ndodhur sot në krye të detyrës mbas shpalljes së vendimit të pritet kryesuesi i seancës dhe të plagosen ata që pretendojnë që do ta gëzojnë këtë pronë dhe do ta trashëgojnë këtë pronë. Kjo tregon se sa të lidhur është ky popull, por sa probleme ka sistemi i drejtësisë. Kjo është analiza që duhet bërë. A ka probleme sistemi i drejtësisë? Pse duhet që fati e një prone të tjetërsohet në mënyra nga më të ndryshme, me falsifikime dokumente ose me tjetërsime nga më të ndryshme. Pra, ju avokat po thoni që edhe në rasti konkret, ky ka pas diçka që i ka vajtur deri në këtë pikë. Sigurisht. Atëre, një qytetar që del në shumë media me dokumente në dorë, i cili pretendon për një pronë të tillë, dhe nëse i merret kjo pronë do thotë që i shmar jetën. Duke ju marrë jetën në një mënyrë ose në një tjetër, ai me nivelin kulturor që ka, me edukatën që ka, ai ka gjetur atë zgjidhje që ishte më e gabuar dhe më fatalja për shoqërinë tonë, por për atë ishte më e drejta. Sepse ai vajti i bindur tërësisht dhe plotësisht për ta asgjësuar atë gjyqtar. Ligji do ta dënoi me burgim përjetshëm për një sër arsyesh, sepse gjyqtari ishte në krye të detyrës, vrasje me paramendim, sepse nuk ishte e rastësishme ose për vetëmbrojtje, ishte një ngjarje që ishte parashikuar që do ndodhte. Se vetë dalja e familjes Shkëbi në shumë media, të cilat nuk arritën dot që ta ndërgjegjësonin dhe sistemin e drejtësisë, me problematikën që kishte kjo pronë, do të thotë që ne na janë errësuar syt ose paaftësia e një pjesëve të sistemit drejtësisë e shikon fatin e tij dhe pasurinë e tij duke tjetërsuar pronat dhe duke përfituar në kurrizë të disave që janë qytetarë të ndershëm të kësaj shoqërie. Ligji për vettingun ishte një nga ligjet më të mira. Avokat, ne që jeni tek vettingu, më lejoni t'ju them që ky person, pra gjyqtari Indieri, në mos gaboj ka pasur një ankimim nga komisioneri publik në momentin që e kaloi vettingun, në mos gaboj. Por përveç kësaj ju keni pas, pra edhe vettingu, po ju keni pas njohje me të, ka rastisur? Unë kam pasur disa gjyqe me këtë gjyqtar, qoftë në Shkodër dhe qoftë në Tiranë. Dhe kur ishte në kryetari gjykatës së Shkodrës dhe këtu në Tiranë. Çështje penale, por jo çështje pronësie. Komunikimi me atë ka qenë komunikim i rregullt, por pjesa që doja të thoja ka të bëjë me pjesën që jo në të gjitha proceset gjyqësore, gjyqtarët shprehin një vullnet jo korrekt me dokumentet dhe me provat që janë në dosje që ata gjykojnë. Dhe kjo i ndëshkon ata pasaj në mënyra nga më të ndryshme. Pra po thoni që me ju nuk ka qenë korrekt apo ka qenë se nuk e kuptova saktë? Jo, me mua ka qenë korrekt në çështjet,
që unë kam pasur qoftë në Shkodër, qoftë në Tiranë, dhe doja thoja që jo në të gjitha proceset gjyqësore, gjyqtari është korrekt. Më kupton? Sepse në disa procese gjyqësore kur luhen shuma të mëdha, gjyqtarët tundohen. Unë kam edhe raste ku gjyqtarët i kam çuar ke inspektori i lartë i drejtësisë dhe inspektori i lartë i drejtësisë nuk ka kryer as më të voglin hetim për gjyqtarin. Për shkelin që ka kryer ai ashtu siç e gjykoj unë, si avokat. Dhe kjo pasaj lë mjaft për dëshiruar, sepse analizat që bëhet në qoftë në Këshillin e Lartë të Prokurorëve, po qoftë edhe në Këshillin e Lartë të Gjyqtarëve, janë analiza që bëhen në mënyrë të njashme, sepse akoma ne nuk e kemi arritur kulturën e duhur për sistemin e drejtësisë. Sepse ne dhe sistemin e drejtësisë, kur e ngritëm pas viteve 90, e ngritëm në një mënyrë të rrufeshme, duke marrë nga rruga, duke i bërë me kurs 6 mujor, duke i bërë gjyqtar dhe ata gjyqtar